Po themi lirisht deri në fund të shekullit 19-20, nuk është se Trepça ka pas mandej ndonjë dinamik ose zhvillim të hapshëm ose nuk është njoft sa duhet. Por me ardhen me ardhen e anglezëve ose që është një jetë ndryshe marrëveshja me kompaninë angleze Trepça Mine Limited, atëherë në 1997 ata vinë e bojnë një analize, me 1930 veç fillojnë edhe punën më konkretisht. Kështu që nga ajo kohë anglezët sjellin një dinamik tjetër, investojnë dhe shndrojnë Trepçën dhe zonën e Trepçës në një ndërmarrje e cila gjeneron të hyra të bollshme, ndoshta lirisht mund të thonë mund të jetë një vlerë gati sa 1 miliard euro të sotshme gjatë vitit, është gjeneru të hyra nga zeta reja, nga nxehtë, nga mineralet që nxjerrin atë kohë. Kështu që ajo nuk kupton që me një përvojë dikun me një rast kur kanë arritur që të prodhojnë deri në 7 vite punë aktive, lën të kuptohet që Trepça fillon merr hov edhe si emër dhe si ndërmarrje